A do t'jetë një precedent i keq ky, veçanërisht në raport me Bashkimin Evropian dhe integrimin. A më ndoni se do të ketë ndikim negociatat refuzimi i PS-s për të dorëzuar imunitetin e Ballokut? Është një raport, më duket që pritet bëhet në mars, ndoshta në prill. Në prill, po, për Këshillin Evropian, domethënë për atë që është takimi i kryeministrave dhe presidentëve. Edhe kjo çështje ndoshta mund të prek cilësinë e atij raporti. Dhe zakonisht kundërshtarët, jo zakonisht, po Ja, nuk e prek se është vonë. Anë të vërtet poshtë në dorë. Ja, prek, po. Zakonisht në këto 2 votimet e fundit kanë qenë gjermanat që kanë qenë refuzues, do ky është nga ato burime diplomatike, dhe gjermanat janë më të fokusuarit tek heqja e imunitetit të zonës Ballokut. Por duhet ta sqarojmë këtë, bëhet fjalë për heqjen e imunitetit për arrest, sepse me kuadrin ton ligjor, nuk ka imunitet për hetimin, për përgjimin. Pra, ky është alibia e Ramës, i cili thotë që ne krejt ndryshe nga shtetet e tjera, me një reformë, me një amendim konsensual të kushtetutës, ne kemi hequr imunitetin. Ndërkohë që Italia, Gjermania, këto tjerë kanë imunitet për secilin prej veprimeve procesuale, domethënë për përgjimin e telefonave, për etj. Por ajo që nuk u kuptua nga, edhe që duhet sqaruar është kjo, që marrëdhënia e PS-s me SPAK-un, ose marrëdhënia e qeverisë me SPAK-un, është si në një lojë shau. Kjo lojë nuk është mbyllur. Po, është e vërtet që qëndrimi i Ramës, përveç se ishte mbrojtje e punës Ballukut, domethënë e punës qeverisë, domethënë e vetes, përqendroi mbi disa shtylla. Një shtyllë ishte që nuk keni prova të reja. Na kërkuat në fillim vetëm arrestin shtëpiak apo ndalimin e lëvizjes jashtë shtetit apo pezullimin, dhe pa prova të reja, po kërkoni një masë të re sigurie. Kjo ishte elementi parë. Elementi dytë ishte që keni frymëzim politik. Elementi tretë është nuk keni fare prova, as për të parën, as për dytën, pra për akuzën e shpërdorimit të tyre nuk keni prova, nuk keni korrupsione. Ky ishte konstrukti që kishte edhe Ulsi Manja dhe edhe Rama. Dhe tani shtrohet pyetja që pse PD-ja sillet sikur loja mbaroi. Lufta e SPAK-ut me PS-n është një luftë që do të vazhdojë. Ndoshta në 7 çështje. Ndoshta edhe me PD-n. Sigurisht edhe me PD-n. Rama i tha, filloni, vazhdoni ta privatizimin e centralave. Sa shikojmë një opozit, një PD, domethënë, konsekuente dhe të qartë, kur SPAK godet mazhorancën, shikojmë një PD që hidhet përpjetë, kur godet dhe vërtet fortë, ndryshon dhe emrin këtij SPAK-ut, i thotë skapet gjithë. Shikojmë një gjë krejt tjetër, domethënë nga Berisha e thasut. Dy standarde. Që ne vërtet ta kemi pasur probleme, kemi kritikuar në falë ndosë në preva. Se Berisha, po pozitoj Berishën. SPAK-un kur ka më parë, thot, por tani, thot, kur ka një jo ndaj imunitetit, thot, ne do dalim protest të bëjmë presion që t'jep. Përfitojnë nga rasti për të punë. Pra e pranoj që vetë ka pas probleme. Artin Dumanin e ka bërë sikur kriminali më i madh. Është vend të Dumanit tjetër. Jo, mirë. Vetëm për ta përmbyllur. Ajo çka vije 3 është dhe diçka tjetër. Domethënë që ky SPAK-u i ri i drejtuar nga Braho duket çuditërisht ka imponuar sekret plot hetimor. As nga opozita nuk rrjedhin materiale, as nga vetë SPAK-u nuk rrjedhin materiale. Është shumë e çuditshme kjo si tu shëruajtje e sekretit hetimor në nivelet pa para më herët. Se në ato 16.000 faqe, mund të kishte më shumë. Mund të kishte më shumë fakte dhe prova se sa ato që kanë rrjedhur. Po vije 3 që këto 3 muaj nuk rrjedh asgjë. Pa duket që ka një lloj marrëveshje të heshtur midis pozitës dhe opozitës, midis pozitës edhe SPAK-ut, sepse nuk rrjedh asgjë. Ndoshta ka një shpjegim, dhe prandaj unë e quaj të lojë shau, se në fund të fundit deklarata e Ramës ishte një akt force. Pa po keni prova nxirrin, pa në një farë mënyrë ti bësh atë një orë, dhe vëton ta sulmosh SPAK-un në atë mënyrë si që sulmoj, pavarësisht mungesës personalizimit të atyre të sulve, pra Rama tregoi bëri një akt force. Tani, pse e bëri Rama këtë akt force? Mos është SPAK-u dobësuar, ky SPAK-u i ri me Brahon, mos është një luftë për kohën, se është edhe një luftë për kohën. Batoni ka bërë një shkrim që ka shpjeguar të luftën për kohën. Prokurorëve i mbarojnë mandatet. Sa Dori BE-s, edhe ai ishte diku në mes mandatit, edhe ai ikën. I ikën në prill. Pra,
është një luftë për kohën që Rama di diçka pse e bëri këtë akt force. Kjo mendoj që është rëndësishme. Unë nuk e përmenda rastësisht faktorin kohë. Rama i përfshiu në favor të vet, në favor të Ballukut, kundër Spakut, edhe koincidimin kohor të fillimit të gjyqit të Velie, të fillimit të gjyqit të Beqe, cilët ka një lloj dështimi Spaku. Prandaj ai përdori këto si argument në favor të vet, do të thënë që edhe kjo është sfidë reale për Spakun, sepse në momentin kur shkon në gjykat, atje është betejë përfundimtare. Dhe Spaku nuk ka përballë thjesht dhe vetëm shtetin sa njerëz të fuqishëm, por edhe juristët më të mirë të Shqipërisë, edhe madje edhe juristë ndërkombëtar. Po, në rastin e Veliet, për shembull, janë juristë ndërkombëtar që bëjnë mbrojtje. Dhe kishim sot edhe seancën e parë të Veliet, Ku ka dështuar Spaku dhe këta? Po, pam që Spaku në një farë mënyrë humbi diçka sepse gjykata detyroi që të jepte dosje. Të jepte dosjen është. Po jo, ishte arritje madhe, se atje luhet me Normalitet, ai ishte normalitet. Po jo, po u desh shumë, kalonte shumë kohë, Mos i bësh me dije pse e ke marrë. Jo, ai do përdoret si argument në Strasburg, nuk është kaq e thjeshtë. Pra, Spaku tani po vihet përballë provave, sprovës më të vështirë të vetën, të vërtetoj akuzën në gjykat ndaj bigëve të politikës shqiptare. Spaku është i sfiduar në këtë rast. Pra si do reagoj Spaku? Se deri më sot Spaku ishte i mbështetur nga kjo majorancë. Po përmendim çështjen Meta. Tha që grupi strukturuar kriminal Beqja është më grupi strukturuar kriminal. Beqja është në gjykim më vete, po nuk është hequr akuza e grupit strukturuar kriminal nga gjykata. Nëse po bie ajo, meqense i ka rënë 2 tjerëve, nuk ka më të tretë që të mbaj ata akuzë. Kemi vendim të veçantë për Beqën. Ishte një çështje gjykuar 3 herë, ose unë nuk du të paragjykoj, por të gjithë na që kemi lexuar dosjen Velia. Po mos të përmendet bashortja e tij, ajo dosje se ekziston. Unë vetë kam qenë kritik ndaj Veliajt si person i cili e ka pas një... Se ka kritiku për korupcion. Jo, kam kritiku kështu, por për mënyrën se si ka qeverisë bashkinë. Por dosja ti dorën në zemër den për dëshiruar. Unë nuk e di si do arsëtohet. Por ka një lidhje të del, për shembull, aty del ka lidhje direkte. Po t'ishte për ka lidhje direkte. Del një kompani që ai ka dhënë një shkollë dhe një kompleks të madh që ishte një projekt për ta ndërtuar. Kompania mbikëqyrëse është po kompania tjetër e të njëjtit pronar, dhe ky pronar që ka këto 2 kompanitë që bën edhe ndërtimin vet, edhe mbikëqyrjen vet me 20 milionë euro, është një nga sponsorët kryesorë të shoqatës së bashkëshortes. Kjo lidhje është aty, del. Se sa është argumentuar pastaj në banke, në lëvizjet bankare, në financiare, nëse kemi parë sepse këto si ka zirë Spaku akoma. Nga ju që lexon, le të më ajo që lexon si histori, Zoja dhe nga ajo që ne njohim dhe dim, kjo është.